Zgjedh gjithmonë deri në vdekje Eduardo Reja. Ka bërë që të punoj me 3 trajnerët kombëtarës. Panucci, Reja dhe Silvinho. Zgjedh gjithmonë deri në vdekje Eduardo Reja. Që e ke mbrojtur dhe një moment që po binte. Po, shumë shok dhe miq mi thonë që e kam rrëzuar, po pjesë, ai ka qenë video shumë e bukur, shumë virale. Tre sinonime për Panucci. Kam vështirë të jap sinonime, po bipolar i frikshëm. Bipolar. I frikshëm. I aftë apo i pa aftë? Profesionist. I vërtet? Asnjë % i vërtet. Asnjë % i vërtet. Njëri gënjeshtër. Edi Reja. Babaxhan, njëri me zemër shumë madhe, super i aftë, super profesionist dhe një gjë tjetër, psikolog i niveleve ekstreme. Ai ka sjell futbollin shqiptar shumë futbollista, sa na nderojnë jo vetëm me fanellën tonë kombëtare, por kudo nëpër botë. Silvinho? Nuk mjafton të tregoj një prapaskenë se si ka bindur Edi Reja kumbullën mos shkojë tek Italia dhe të vite tek Shqipëria, është e frikshme. Këtë gjë s'do ta tregoj kurrë. Ka thënë Beppe Marotta kur ishte drejtori i përgjithshëm i Juventus që ne nuk mund të lejojmë që produktet tan cilësore të na i marrin sepse kumbulla është produkt i futbollit italian, ka lindur atje etj. Pavarësisht origjinës tij nga Malësia e Madhe. Silvinho, shumë profesionist, super profesionist ashtu si Reja. Po un kam respekt e jashtëzakonshëm dhe detajist i madh. Dhe showman. Mik? Mik me Silvinho? Mik, a është njëri që bën miq, është mik. Social. Është shumë british. Është shumë british si nuk është pasaportën, origjinën e ka nga Brazili, por është shumë british gjërë. Profesionist shumë i madh sepse ka luajtur, ti e di karrierën e tij, ka luajtur nivele shumë të larta. Arsenal, Brazil etj.